Protestuesit janë shprehur që edhe nëse anullohet projekti i Zvërnecit, protesta do vazhdojë deri në largimin e Ramës. Po, mirë, dakor. Ashtu mendojnë ata. Për mendimin tim nuk kanë absolutisht asnjë shans t'i dalin në banë një njeriu që ka 85 deputet, 2/3 e kuvendit, ti nuk mund të imponohesh në këtë mënyrë. Nuk kanë pasur sukses edhe në vende të tjera ku janë bërë këto lloj protesta. Ja tani sapo u bë një vjet u bë një në Gjeorgji, tani u bë një tjetër në Armeni. Edhe këtu në Beograd janë bërë disa të tilla. Po pse na krahasoni vetëm me pjesën e lindjes? Sepse aty ka më shumë gjasa që këto të ndodhin, në Perëndim nuk bien kur qeverit për shkak të protestave. Cila qeveri ka rënë për shkak të protestave? Po të ishte ashtu do kishte rënë qeveria britanike ku rrugët e Britanisë janë mbushur me protestues kundër politikave në përgjithësi të saj dhe sidomos kundër politikës së emigracionit. Aq më pak në vendet perëndimore, demokracitë perëndimore ka mundësi të bjerë qeveria nga protestat popullore. Njerëzit kanë mundësi të shkojnë të votojnë, edhe do shkojnë të votojnë. Pra ju thoni që kjo protestë do dështojë? Ajo nuk është një protestë, ajo është ndruar në protestë, po ajo filloi si një sherr mes majtës shqiptare. Zihen socialistët, zihen majtët me njëri tjetrin, mblidhen edhe këta të tjerë se kanë arsye të tjera. Por në thelb të asaj proteste ka qenë lufta politike të majtës, grupe të ndryshme të majtës, të cilët për arsyet e tyre janë të pakënaqur me kryeministrin edhe me establishmentin e Partisë Socialiste. A mundet që unë kam lexuar postimin tuaj, po për hir të publikut jeni më i drejt për drejt kush është mbrapa kur thoni e majta? Po është ky grupi i Erion Veliz. Ai është një grup i thelbësor aty, të cilët kanë jo vetëm hatërmbërtje personale se Edi Rama ose ju sabotoi liderin e tyre ose e dërgoi vetë në burg ose nuk e mbrojti. Por ato nuk janë çështje thjesht hatërmbetje morale, ai ishte burimi i financimit të shumë projekte të tyre, edhe të stilit tyre luksos të jetesës. Një grup tjetër janë sororistët shqiptarë, të cilët në fakt nuk e kishin me Edi Rama, sepse ai është pjesë e tyre, po e kishin me Donald Trump. Sepse po ashtu politikat e tij, zhbërja e USAID-it, se ne gjithë kujtonim se Soros i paguante këta me parat e veta, në fakt i paguante me parat e taksapaguesit amerikana, kanalizoheshin fondet e USAID-it nëpërmjet Sorosit dhe përfitonin këta një shtres, ishte bërë një shtres e tërë e mesme t'i themi që jetonte në Shqipëri vetëm jetë shumë mira, vetëm me projekte me projekte astroturfe, me projekte që nuk ishin të bënin fare me problemet e Shqipërisë, sajonin probleme atje ku nuk ekzistojnë. Vini na jepnin leksione ne për barazim gjinore, për drejtat gjinore, për barazim me ruajtjen e minoriteteve apo barazin e. Po nëse do ishte një herë mes socialistëve, si përfunduam deri në headlineset kryesore të mediave amerikane. Atje reaguan djali Bidenit, Bernie Sanders, të majtët, republikanë, demokratë. Cilët janë republikanët që reaguan? Se gjitha që më the ti mua janë gjitha janë orbitat e universit Sorosit. Atëherë Sorosi është kundër Ramës. Në fakt, po ta shikosh edhe mesazhin që ka dërguar Bideni, më fali, ky Sandersi, në fakt nuk e përmend fare Ramën, përmend Trumpin. Pra unë të thash që është njëri grup është kundër Edi Ramës, grupi tjetër është kundër Trumpit. Janë bashkuar dy së bashku. Ne 1 milion këtu duket sikur jemi bërë qendër e politikës globale me këtu. Po pas ka këtë magji shqiptaria që papritur njëherë në kaq kohë bëhet qendër e politikës globale, nuk është hera parë, ka pas dhe raste tjera. Që shqiptaria ka qenë në qendër zhvillimeve ndërkombëtare. Kur ka qenë çështja e zëvendësimit të Tajvanit me Kinën komuniste. Që bëri kërkesën Shqipëria. Apo çështja e luftës së Kosovës, apo zhvillimet në 97-ën, nuk do të ishte